dëshiron edhe ti që 2026 t'jetë një vit i suksesshëm dhe të realizohen të gjitha dëshirat që ti ke nevojë. Atëherë dëgjoj këtë video deri në fund që të mësosh si mund ta bësh këtë. Të ftoj në datën 27 dhjetor në trajnimin e fuqishëm për aktivizimin e ditarit të vitit 2026. Për këtë, do mësojmë si do shkruajmë dhe realizojmë të gjitha dëshirat për vitin 2026 nga ana energjetike. Do vëjmë qëllime me vetëdije, do bëjmë aktivizimin e ditarit të 2026, ndaj do t'ju duhet dhe një ditar, por do flasim në një video tjetër çfarë ngjyre dhe si do jetë ky ditar i 2026. Do punojmë me pastrimin e të gjithave pengesave që të bllokojnë bollekun dhe plotësimin e dëshirave dhe të lumturisë në jetën tënde. Pse nga vinë këto pengesa dhe ne atë ditë të gjitha do t'i pastrojmë. Do bëjmë gjithashtu mbylljen e vitit 2025, gjithçka që nuk funksionoi për në 2026 të shkoj çdo gjë në rregull. Do punojmë me hapjen e kanalit të bollekut dhe të parave, por gjithashtu edhe bollekun në të gjitha fushat. Do punojmë me vendosjen e të gjithave qëllimeve që kemi për 2026 dhe më vonë, por të gjitha këto duke u realizuar nga zemra. Do merrni të gjithë kodin e bollekut, gjithashtu do bëjmë dhe aktivizimin e tij. Ky trajnim është i hapur për burra dhe për gra, që në moshën 18 vjet dhe në çdo moshë që ti je gati dhe dëshiron të plotësosh qëllimet e dëshirat, akoma dhe ato që nuk i ke plotësuar deri tani dhe nuk ka të bëjë çfarë moshe ke. Ky trajnim është për të gjithë ata që kanë vërtet dëshira dhe qëllime të mëdhaja dhe nuk e kanë vënë asnjëherë poshtë. Dhe nëse po, ke rënë dhe nuk mundesh të ngrihesh, erdhi ora që në këtë trajnim të bëhen ëndrat realitet. Kam vetëm një përjashtim. Nuk do merrni pjesë ju që nuk doni vërtet nga zemra të plotësoni dëshirat, që jeni njerëz që nuk punoni me veten tuaj dhe nuk doni të punoni. Nuk jeni të përjashtuar, por nuk mund të realizoni as edhe një gjë nëse nuk do bëni ushtrimet atë ditë dhe ushtrimet të tjera që do t'ju jap gjatë gjithë kohës çfarë duhet të bëni në ditarin tuaj. Prandaj, mos harxoni kohën kot, nëse jeni ata që sa herë keni dështuar, por kësaj radhe doni që ëndrat tuaja të realizohen, të pres me dashuri. Ndaj, kjo thirrje është për të gjithë ju që vërtet jeni gati dhe ndjeni në zemër me instiktin tuaj që doni vërtet të bëni një fillim të ri të 2026. Unë jam këtu të të ndihmoj. Për më tepër, më shkruaj këtu në TikTok, në WhatsApp, në Viber, në Telegram, gjithashtu dhe në mesazh në numrin 0030 699 321 46 37. Po e them me avash këtë numrin që mundesh ta mbash shënim, ta shkruash dhe asnjë person nuk mundet të bëhet pengesë për lumturinë tënde. Prandaj nëse vërtet ke lejuar veten ose dhe nuk e ke lejuar deri tani dhe ke larguar atë të drejtën e lumturisë, të drejtën të kesh pasuri, të kesh shëndet, të kesh lumturi, të kesh partnerin e dur, çfarëdo që ti dëshiron,
unë jam këtu të them që çdo gjë është e mundur, por vetëm të them që duhet dhe ti të punosh me veten tënde, por duke marrë këshillat dhe gjithçka nga mua. Për më tepër më shkruani në privat që të shikojmë çfarë duhet të keni për përgatitje. Shpejtoni të mbani vendin tuaj, të rezervoni vendin tuaj, sepse do bëhet një grup në Telegram për të gjitha ato përgatitjet që do bëhen për atë ditë. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe jam këtu për të gjithë ata që vërtet duan të punojnë me veten e tyre. Sapo jam kthyer nga një trajnim shumë i fuqishëm për terapistët në Gjermani dhe vërtet ato që ju them unë na i thoshin dhe ne atje, sepse edhe ne terapistët gjithmonë bëjmë terapi në mësues më lart, sepse frekuencat ndryshojnë gjithmonë. Për më tepër do flasim në video tjetër. Ju dua shumë, ju falenderoj.